forcat policore brenda stadiumit Air Albania ka larguar flamurin e UÇK-s. Ja, teksa po e shohim edhe duke larguar pra flamurin e UÇK-s. Ismet, si e komentoni këtë gjest? Gjest nuk është gjest i mirë. Nuk është gjest i mirë. Flamuri është i shejt. Krejt shqiptarët kanë luftuar në këtë flamur. Edhe shumë njerëz e kanë dhënë jetën për këtë flamur. Edhe me këtë flamur, edhe për këtë vend, është s'mo pëlqen s'kena hiç. Unë e kom problemin që na me ditë me respektue diçka të shejt, edhe me ditë na shqiptarët me respektu njëri tjetrin. Nuk preken këto simbole pa ma jesë e flamurin aty sigur me konë pa ma shumonin se e policia. Flamuri UÇK-s çfarë dhunë përdoret me jetë. S'ka flamuri UÇK. UÇK-ja ka mbrojt shqiptarin. Nuk e ka mbrojt vish Kosovën, nëse ka mbrojt vish një katon. Në Shqipni mu jek simbolet e UÇK-s. Kjo është e rrezikshme për kombin shqiptar. Kjo është e pa precedent. Në Shqipni do me thonë mu jek simbolet e UÇK-s. Në Shqipni. Kjo është e rrezikshme për kombin shqiptar. Kur nuk pajtona njetë kur preken simbolet e UÇK-s. Në cilin dush vend të botës? Jo në shtetin, na e kem shtet non.